Në sallën Kardinal Mikel Koliçi, në Shkodër u mbajt festivali koral Gëzimit Kënduarit, një aktivitet që mblodhi së bashku korin nga Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Italia dhe Izraeli. Ngjarja që po kthehet në një traditë të bukur muzikore shpirtërore solli në skenë harmoni, emocione dhe një mesazh bashkimi përmes muzikës. Është kënaqësi të jem këtu në Shkodër për këtë event të madh dhe të rëndësishëm. Për mua Shkodra është një qytet me traditë të madhe të kulturës korale. Është në kënaqësinë tonë të jemi në Shkodër dhe Tiranë për këtë koncert. Arti ynë bashkon njerëz dhe shtete të ndryshme. Në përfundim, atmosfera ishte mbushur me tinguj e emocione që të i kaluan kufit, duke kthyer festivalin në një urë miqësie mes popujve të mesdheut. Më lejoni si famullitar, i famullizoja Shkodrës, i katedrales së Shën Shtjefnit, t'ju jap mirëseardhjen mysafirëve të cilët përfaqësojnë civilizime, kultura të mëdha. Jemi sante në një event mjaft me interes, i cili ka hije qytetit tonë, për arsye se është qyteti ku muzika korale ka një vend të caktuar, për sa i përket muzikës serioze. Duke mos qenë i vetmi aktivitet koral që është zhvilluar në këtë qytet, është disa ta herë edhe për këtë festival, që në forma të ndryshme nëpërmjet organizatorëve, që janë shoqata kulturore Synit të Kaltër, vjen dhe na propozon aktivitetet të këtilla të mrekullueshme. Ky edicion shënon një tjetër hap në promovimin e kulturës korale dhe në forcimin e lidhjeve shpirtërore përmes artit të kënduarit.